Prindrit nuk zgjohen një ditë dhe vendosin të kontrollojnë. Kur lind një fëmijë, lind edhe një prind, që nga ai moment jeta e tij ndryshon. Për vite me radhë, ai kujdeset, sakrifikon, punon, shqetësohet dhe ndërton gjithë jetën rreth fëmijës. Shumë prindër e lidhin identitetin e tyre me këtë rol. Ata nuk janë vetëm njerëz, janë nën ose baba. Kalojnë 20 ose 30 vjet. Pastaj një ditë djali ose vajza martohet. Papritur personi që ishte qendra e jetës së tyre krijon një qendër të re. Kjo është një nga ndryshimet më të mëdha në jetën e një prindi. Për disa është e lehtë, për të tjerët është shumë e dhimbshme, jo sepse nuk e duan nusin ose dhëndrin, por sepse ndihen sikur po humbasin një pjesë të vetes. Frika që rrallë thuhet me zë, shumë prindër nuk e thonë. Kam frikë se po humbas djalin tim, ose kam frikë se vajza ime nuk do të ketë më nevojë për mua. Ata vetë ndoshta nuk e kuptojnë këtë ndjenjë. Në vend të kësaj fillojnë të japin më shumë këshilla, telefonojnë më shpesh, pyesin për çdo vendim, komentojnë mënyrën si të rritin nipërit, ndërhyrjen e financa, në zgjedhjen e shtëpisë, në mënyrë si jeton çifti. Nga jashtë duket si kujdes, por ndonjëherë në thellësi është frika e humbjes. Ky nuk është problem vetëm në një familje. Kur flasim për ndërhyrjen e prindërve, shumë njerëz mendojnë më njëherë për familjen e burrit, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Edhe familja e gruas mund të ndërhyjë, edhe nëna, edhe babai, motra ose vëllau. Problemi nuk është nëse ndërhyn familja e burrit apo e gruas. Problemi fillon kur dikush jashtë çiftit fillon të marrë vendime që e përkasin vetëm atij çifti. Po kultura. Shpesh dëgjojmë kështu është kultura jonë, por është vërtet kështu? Edhe brenda të njëjtit qytet, brenda të njëjtit fshat, madje edhe brenda të njëjtës familje, gjejmë njerëz që jetojnë me vlera krejtësisht të ndryshme. Ka prindër që i mbështetin fëmijët pa ndërhyrje, ka të tjerë që duan të kontrollojnë çdo hap, ka familje që besojnë se martesa është përgjegjësi vetëm e çiftit, ka të tjerë që mendojnë se çdo vendim duhet të kalojë nëpër familje. Prandaj nuk mund të themi se problemi është kultura. Problemi është mënyra se si secili prej nesh gjet të jetojë atë kulturë. Dashuria ka nevojë edhe për liri. Kur martohen dy njerëz nuk krijojnë vetëm një lidhje, ata krijojnë një familje të re. Nëse prindrit vazhdojnë të marrin vendime për ta, ajo familje nuk do arrijë të rritet. Është si një pemë që nuk lejon të nxjerrë rënje. Të lëshosh nuk do të thotë të duash më pak. Përkundrazi, ndonjëherë mënyra më e bukur për të dashur është ti besosh fëmijës tënd se mund të ndërtojë jetën vet. Edhe fëmijët kanë përgjegjësi. Është e lehtë të fajsohen prindrit, por edhe fëmijët kanë përgjegjësi. Ne të gjithë rritemi me bindje dhe zakone që i marrim nga familja. Shumë prej tyre janë të bukura, por jo të gjitha. Kur bëhemi të rritur, duhet të kemi guximin të pyesim veten. A e besoj këtë sepse është e drejtë, apo vetëm sepse kështu jam rritur? Pjekuria nuk fillon kur ndalojmë se dëgjuari i prindrit. Pjekuria fillon kur mësojmë të mendojmë me kokën tonë, jo për të refuzuar ata, por për të zgjedhur me vetdije çfarë duam të vazhdojmë dhe çfarë duhet të ndryshojmë. Gabimi që e përshpejton konfliktin. Shumë çifte bëjnë edhe një tjetër gabim. Sa herë kanë një debat, telefonojnë prindrit, ose motrën, ose vëllain, ose shokët, kërkojnë mbështetje. Kjo është normal, por shpesh krijojnë edhe një problem të madh. Të nesërmen burri dhe gruaja pajtohen, por prindrit nuk harrojnë, motrat nuk harrojnë, vëllezërit nuk harrojnë. Herën tjetër që lind një debat, ai nuk është më vetëm për atë çështje, mbart edhe plagët e debateve të mëparshme. Dal ngadalë, në martesë nuk janë më vetëm dy njerëz, janë 6, janë 8, 10. Një martesë nuk mund të funksionojë kur çdo konflikt gjykohet nga një tribun familjare. Pasojat. Në fillim janë vetëm komentet e vogla, pastaj vjen kritikat, pastaj mungesa e besimit. Njëri bashkëshort fillon të ndjejë se nuk është me përparësia e partnerit të tij. Tjetri ndihet i coptuar mes prindërve dhe familjes që ka krijuar. Dal ngadalë dashuria fillon të lodhet, respekti dobësohet, afërsia zhduket. Konfliktet bëhen normale. Në disa raste martesa përfundon në divorc, por edhe pas divorcit historia nuk mbaron. Fëmijët rriten mes konflikteve, mësojnë se dashuria është luftë, se familja është tension, dhe pa e kuptuar një ditë mund ta përsëritin të njëjtin model në martesën e tyre. Kështu konflikti kalon nga një brez te tjetri. Zgjidhja. Asnjë martesë nuk mbrohet duke zgjedhur mes prindërve dhe bashkëshortit. Ajo mbrohet kur secili pranon rolin e vet. Prindërit duhet të kuptojnë se fëmijët nuk janë një projekt që zgjat përgjithmonë. Ata janë njerëz që një ditë duhet të ecin me këmbët e tyre. Dashuria nuk matet me kontroll, dashuria matet me besim. Fëmijët duhet të respektojnë prindrit.
Por, respekti nuk do të thotë bindje e verbër, do të thotë të dëgjosh me përullësi, të mendosh me kokën tënde dhe të marrësh përgjegjësi për jetën që ke zgjedhur. Dhe burri me gruan duhet të kuptojnë gjithmonë se pasi martohen, ata bëhen një ekip. Problemet e tyre duhet të zgjidhen fillimisht mes tyre, sepse sa më shumë njerëz të futen në një martesë, aq më pak hapësirë mbetet për vetë martesën. Përfundimi. Ndoshta problemi nuk është se prindrit duan shumë. Problemi fillon kur dashuria shndërrohet në kontroll, dhe nuk është se fëmijët duhet të largohen nga prindrit. Ata duhet të largohen nga varësia, sepse vetëm një njeri që mendon me kokën e vet mund të ndërtojë një familje të shëndetshme. Në fund, në pyetje mbetet për secilin prej nesh. Apo i ndihmojmë njerëzve që duam të rriten, apo pa e kuptuar, po ua bëjmë me të vështirë këtë rrugë, sepse dashuria vërtet nuk mban. Ajo çliron.